Prej disa ditësh në lindjen e mesme po zhvillohen luftime shumë të ashpra ku Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po bombardojnë në mënyrë të vrrullshme Iranin. E megjithatë edhe Irani duket se nuk ka ndetur duar kryq ku ka lëshuar raketa të pafundme ndaj vendeve afër saj, përfshirë këtu edhe Turqinë. Së fundmi ditën e djeshme është pikasur nga mbrojtja ajrore e NATO-s edhe një raketë e drejtuar drejt Turqisë, kjo për herë të dytë. Për të folur se çfarë po ndodh në linjën e mesme dhe sa shanse ka që Turqia tashmë të mos jetë më neutrale, po të përfshihet në mënyrë direkte në luftë, kam të ftuar në një lidhje direkt nga Turqia Sokol Braj, gazetar. Zoti Braj, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, është kënaqësi. Zoti Braj, si është situata atje? Situata tashmë është pak më alarmante, ku edhe ditën e djeshme u vendos që të vënë edhe patriotët e NATO-s atje në kufi shumë afër Iranit, të cilat të mbrojnë domethënë nga çdo lloj sulmi që mund të jetë, por janë me rrezet e vogla, në fakt deri në 150 km, por gjithsesi raketat Patriot janë të cilat Turqia ka prej vitesh që i kërkon, por nuk ja kanë shitur për shkak të sanksioneve kaca që ka Amerika kundra Turqisë, por tashmë me sa duket vetë gjendja aktuale në rajon ka marrë një vendim të tillë dhe shumë të shpejtë, e cila tashmë dhe Turqia po fuqizohet me Patriot. Gjendja aktuale është në tension normalisht, po prononcimet e herpashershme që nga presidenti, ministri i punëve të jashtme, ministri i mbrojtjes, por edhe kryetarët e opozitave apo të kryetarët e partive të koalicionit të Erdoganit shprehen vazhdimisht për këtë, ku në radhë të parë ata nuk duan një luftë me Iranin, nuk duan të përfshihen në këtë luftë, qoftë si Turqi apo edhe si NATO, dhe e dyta është që bëjnë thirrje për gjaktësi dhe për një kujdes shumë më të lartë nga ana e Iranit, të cilat edhe pse Irani vazhdimisht ka thënë që nuk janë në drejtim të Turqisë, këto prella janë për në mesdhe apo për dikun tjetër, apo nuk kemi gjuajtur ne, por janë ashtu, janë kështu. Me të gjitha këto rrethana, përsëri Turqia bën thirrje për gjaktësi, sepse siç dihet, domethënë këtu ka disa gjëra që janë shumë më të ndërlikuara, plus edhe kësaj që edhe diplomacia e Turqisë në luftat e tilla në rajon ka qenë shumë e kujdesshme dhe nuk ka qenë pjesë e asnjëanës, të paktën deri më tani. E njëjtën gjë edhe sot, por nga ushtria turke, pra thuhet që gatishmëria është duke rritur dita ditës. Zoti Braj, besoni që mund të ketë një përshkallëzim tensionesh akoma më shumë dhe a është Turqia drejt hyrjes në luftë? Përshkallëzimi, me sa po duket orë pasore, është duke u zgjeruar, pra nuk e kemi, nuk duket në horizont një armpushim, edhe pse vetë Trumpi njëherë thot ashtu, pra edhe brenda 2 orëve ndron mendimet e tij. Përsëri kjo luftë mund të ndalojë vetëm kur të dojë Amerika dhe jo askush tjetër. Kurse sa i përket pyetjes që Turqia do të futet në këtë, unë nuk e shoh në asnjë mënyrë që Turqia të futet në këtë, edhe nëse NATO-ja ku tashmë avash po bëhet gati për të futur si NATO, jo ndoshta të gjithë anëtarët, për shembull këtu shohim edhe Spanjën apo Italinë apo edhe të tjera shtete anëtarët e NATO-s, të cilat nuk do të marrin pjesë në këtë, por në konceptin e NATO-s duket që do të kemi një ndërhyrje. Pra, edhe pse disa shtete të tjera të NATO-s thonë që i kanë lëshuar bazat e tyre, pra i kanë në shërbimin e Amerikës dhe të Izraelit me gjoja për mbrojtje, por dihet që edhe Irani në doktrinën e vetë pas eliminimit të liderit të tyre Hamenei, kanë thënë që kush është, domethënë, kush dëshon baza për të na sulmuar ne, është armiku jon dhe është pikë qëllimit, është pika ku ne do të qëndrojmë, për shembull, siç e kemi në gjithë shtetet e gjithë për si gadishullët arabik e të tjera. Por nga ana e Turqisë nuk e shoh që do të futet, sepse do të ketë një përshkallëzim edhe shumë më të madh se sa mund të imagjinojmë ne. Ku dihet mirë që nëse Turqia futet në luftë me Iranin, pastaj nuk lufton Turqia thjesht vetëm me Iranin apo NATO-ja me Iranin, por ka edhe gjëra të tjera të cilat mund të
shtyn këtu që nga Azerbajxhani dhe Rusia për një zgjerim aq të madh saqë besoj që kjo nuk i intereson rreth e parë Iranit, Turqisë jo, por prap duhet ta theksoj që Turqia di të ruaj gjak ftohtësinë, por di të bëjë edhe mbrojtjen apo dhe sulmin në kohën e duhur. Për shembull, kemi edhe raste ku në vitet e fundit, pra dekadën e fundit, ku Turqia si anëtare e NATO-s ka rrëzuar edhe avion rus pra në pikën në vijen ajrore ku është Siri, Turqi. Dhe në këtë aspekt Turqia din forcën e vet, por gjithsesi unë të paktën deri më tani nuk besoj që Turqia do të jetë pjesë e kësaj lufte. Zoti Brajt, si po shkon lufta atje dhe besoni që do ketë një armë pushim së shpejti, pra si janë forcat deri tani? Deri më tani një e para, një strategji që është përfolur apo që kemi folur edhe së bashku, por edhe që është treguar e gjithë botës, që do të ishte një luftë 2, 3, 4, 5 ditore, ku e cila do të ketë një përfundim sikur ishte në Venezuela me Madurën, por e kundërta duke eliminuar lideri suprem dhe klasa drejtuese e Iranit, qoftë ushtarake apo edhe civile politike, por me sa duket Irani ka një strategji krejt të ndryshme e cila nuk u priste apo për të paktën ndoshta nuk u përfliste në mediat apo në rrjetet e ushtarake të anëtarëve të NATO-s dhe pra në thojzat e perëndimit, e cila tashmë duket që strategjia e Iranit po vepron, por kush fiton këtu për shembull, jo Irani është duke humbur jashtë mase, e vetmi që fiton në këtë arenë është vetëm Amerika, e cila ka me mijëra kilometra larg luftën, por rezistenca e Iranit dhe planifikimet e Iranit sipas strategjisë së tyre, pra mozaike që quan Irani, pra ka me dhjetra, 31, 35, 49, 29 ushtri brenda ushtrisë, pra ku të gjithë janë sovranë dhe kanë të drejtën të veprojnë me dëshirën e tyre, pra të sulmojnë ku të dojnë dhe si të dojnë, pra pa pas një urdhë nga lideri suprem i tyre apo nga kryegenerali i tyre. Kjo tregon që Irani ka një strategji ku në fakt ka dhënë dëme jashtëzakonisht të paparashikuar në të gjithë gjirin persik, po ashtu edhe në lindjen e mesme. Dhe në këtë aspekt duket që nga ajri, pra Amerika dhe Izraeli po bombardojnë, po tashmë thuhet me sa shohim edhe pamjet nga Teherani, po edhe nga gjitha qytetet e Iranit, është bërë shkru me hi, por rezistenca e Iranit me të vërtetë që ka lanë të dyshoj edhe në mendimet tona që kemi pas parashikuar se ku mund vjen, sepse ne u referoheshim asaj luftës 2 javore të Izraelit dhe Amerikës që patën në vitin e kaluar, ku Irani me të vërtetë ishte një luan prej letrave, jo as karton, jo veç prej një letre. Kurse tani është në të kundërtën, por ditën e sotme, sipas burimeve dhe sipas mediave izraelite, Ben Gvir, pra një ndër liderët më gjakatar të Izraelit që ka bërë në Gaza dhe në rajon, është plagosur apo edhe ndoshta mund të ketë vdekur, ku dihet që edhe Netanyahu nuk duket kurrë është i gjallë apo po drejton këtë luftë nga një vend në Ballkan apo nga një vend të Bashkimit Evropian. Gjithsesi duket që ajo parametrat e strategjisë që kanë qenë në letër para lufte në terren nuk janë të dëshirueshme, por nuk mund ta quajmë që kemi një humbje të Amerikës, sepse Amerika i ka parashikuar të gjitha gjërat, ku e cila një luftë që bëhet shumë me mijëra kilometra larg teje nuk ka asnjë humbje, por ka vetëm fitim, sepse gjithë rajoni tashmë ka kaluar totalisht në vëzhgimin dhe në përfitimet e Amerikës dhe në të gjitha anët, edhe pse ngushtica e Bosforit e Hormuzit që themi nuk kalojnë një jetë cisterna të naftës, përsëri kjo për Amerikën është një strategji krejt tjetër, e cila besoj që ka marrë vetë kuptimin, ku njëjtën kohë ka dhënë mësim edhe Izraelit, i cili ishte në një umbrell të qelikt, pra e cila nuk u shponte ajo kur, por me sa duket kjo ëndër që ishte apo ajo gjë e premtuar me gjoja nga Zoti për hebrejt, por po ashtu edhe ajo iluzioni, ajo luksi i madh i vendeve të gadishullit arabe të gjirit të Persik ishte një mrekulli, domethënë që ka një parajsë kësaj bote. Të gjitha këto kanë rënë në ujë, ku të cilat tashmë shohim burime shumë të
besueshme, edhe pse janë të aprovuara nga qeveritë e shteteve. Atje shohim që investitorët dhe paraja e madhe qoftë nga Tel Avivi, qoftë nga Dubai, Katari tashmë ka lëshuar zonën sepse thuhet që për dekada më radh e gjithë zona, pra edhe Izraelit në gjithë zonën do të ketë ma atë paqen apo atë ëndrrën iluzionare të bukurisë që janë në media sociale, por kemi një realitet krejt ndryshe dhe nga kjo unë them që Amerika ka arritur të përfitojnë në të gjitha anët, pra edhe Izrael ka arritur ta marrë në kontrollin e duhur, siç Gjenaj pra ku i tregon që paqja nuk të nikë askushi, sepse është edhe debati që thëmë a sundon Amerika Izrael apo Izraeli Amerikën. Kështu që sa do të zgjasë kjo dhe si do të zgjasë kjo tregon edhe reagimet, por duke parë edhe përgatitjet të NATO-s edhe të shumë shteteve që janë për krah Amerikës, tregon që nuk do të jetë një gjë shumë e shkurtër, të jetë shumë e gjatë, por gjithsesi kemi edhe një lider botëror i cili çfarë thot tani nuk e thot pas një ore, por mund të jemi edhe pas 2 ore, mund të dali zoti Trump do thotë mbaroi lufta, fituam këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë, por gjithsesi do të presim dhe do të shohim sepse kemi një gjë që nuk e kemi në strategjinë klasike apo në diplomacinë klasike që e kishim deri më tani, që kjo bëhet kështu dhe del kështu. Zoti Braj, si ju duket lideri i ri i Iranit, djali i Ali Khameneit? Lideri i ri i Iranit, nëse i referohemi vetë mediave iraniane, qoftë shtetërore në fakt që kanë ngelur, por edhe ato që janë opozitare, ishte një që nuk u priset të ishte, pra dhe zyrtarisht nga përvoja e tij apo nga si themi ne, domethënë nuk është njëri që të jetë Ayatullah, pra që të jetë lider suprem i Iranit, por gjithsesi këtë do ta shohim, mendoj unë, edhe nga politikat e mrenshme, pra forca lufta për pushtet brenda Iranit, ku dihet domethënë garda revolucionare, po ashtu edhe krahu politik, pra që është Pezeshkiani dhe Kashikçi edhe të tjerët, po ashtu kemi edhe rrymë ndoshta krejt të ndryshme, por mbi të gjitha këto ja arriti që i biri i Ayatullah Khamenei të dali lideri suprem i pas kësaj lufte, para pasi vdiq i jati, dhe si do të jetë ai, aty ka mendime të ndryshme, normalisht nuk është njëri me një profil social i cili njihet në mediat kombëtare apo edhe ndërkombëtare, është njëri si themi edhe si top sekrete, sepse ka pas dhe ka bërë shumë gjëra thuhet në Iran, por gjithsesi do ta shohim në dy anët. E para mund të jetë vazhdimësia e teatrit, ku me të vërtetë ajo strategjia e shahut e iranian do të vazhdojnë, pra do të vazhdojnë shumë gjatë, dhe nëse ndjekat rrugë, atëhera me të vërtetë do të kthehemi fjalimeve të Ayatullah Khameneit, pra teatrit e tij që bante para 3 muajve, 4 muajve dhe para 2-3 ditëve para se të vriste, që është një strategji e cila mund ta çojë Iranin edhe më keq nga ana sociale, nga ana e burimeve njerëzore, por do ta bëjnë edhe më të fortin në rajon dhe shumë më gjerë. Por në të kundërtën, flitet edhe kjo që po Mujtaba El Khamenei, pra i biri i Ayatullah Khameneit, ka arritur të bisedojë edhe me amerikanët, e cila avash avash, pra do të kalojnë në një krah, domethënë do ta zbusë regjimin e tina, por kjo normalisht që do të duhen muaj apo vite që të zbuten, por jo që do të jetë ai që do të dorëzojë çelësat e Amerikës, sepse Trumpi thotë dorëzojnë çelësat si e bëri në Venezuelë. Këtë a do ta bëjnë Irani, a do ta bëjnë ky lider? Normalisht që do të shohim, por dihet që nga të gjitha anët, pa qoftë nga ana e Izraelit apo Amerikës apo edhe Iranit, lufta nuk ka municion të pashtershëm, pra ka municion të shtershëm, ka në limite, dhe limitet e kësaj do të tregojnë se sa janë të fortë që të qëndrojnë apo të mbiqëndrojnë në këtë gjendje, ku dihet që për çdo natë po bombardohet Irani, por në të njëjtën kohë edhe Izraeli. Kështu që të dyja forcat kryesore që janë pranë ne, që kanë hasmërinë dhe gjakmarrjen kundër njëri tjetrit, a do të vazhdojnë me të vërtetë nëse kjo gjendje do të shkojë me muaj të tërë. E dyta është që nëse Ben Gviri pra është eliminuar apo është plagosur nga këto lufta, atëhera me të vërtetë që do të kemi një strategji krejt tjetër, ku dihet domethënë që
hebrejt e Izraelit kanë një besim tek Zoti, tek teologjia e tyre, edhe shumë më radikale se sa e kishte ISIS-i, nëse ju kujtohet juve. A do të ndrojnë atë, pra do të zbuten atë në rajon, kjo do të shohim në ditët në vijim, por tani për tani lufta duket që po do të drejtohet për shumë gjatë nga Mushteba El Hamani. Zoti Braj, faleminderit shumë për gjithë intervistën dhe analizën që bët këtu në VIP Magazin. Kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua ishte kënaqësi.